Përshëndetje nxënës të nderuar të klasës 3-6 profili mjekësisë. Ne vazhdojmë me mësimin në distancë në kuadër të lëndës ginekologji me obstetrik për vitet e treta. Tema e radhës sipas programit është infeksioni puerperal. Kompetencët apo aftësitë të cilët do t'i arrini në gjendje të përvetësoni në fund të orës është që ju do të mund të shpjegoni dhe të tregoni për definicionin, faktorët e riskut, pasqyrën klinike, diagnozën dhe trajtimin e infeksionit puerperal. Infeksioni puerperal si definohet? Paraprakisht është mirë të tregojmë se çka është puerperiumi. Po çka është puerperiumi dhe çka ndodh me puerperium? Po puerperiumi në kupton 6 javëshin apo 42 ditëshin pas lindjes. Po për momentin të lindjes të nënës shtatzan, të frytit tine, bebit tine, deri 42 ditë po quhet puerperium. Periudha e lehonisë. Çka ndodh gjatë këtyre 6 javëve, gjatë këtyre 42 ditëve? Organet reproduktive tek nana po rikthehen në gjendjen normale, kthehen në origjinë, kthehen në gjendjen ashtu si kanë qenë para shtatzanisë, përveç organeve qumshprodhuese proxhive, organet gjenitale reproduktive tek femra kthehen në gjendjen para shtatzanisë, po kthehen në origjinë para se me mbet shtatzan. Po 42 ditë quhet pas lindjes puerperium. Tani, infeksioni puerperal çfarë do të thotë? Çdo infeksion i traktit gjenital tek femra pas lindjes ose pas abortit, brenda 42 ditëve quhet infeksion puerperal. Po nëse ndodh një infeksion në traktin e organeve gjinitale tek femra pas lindjes në 42 ditë e ardhshme, quhet infeksion puerperal. Nëse tani e keni të qartë, e keni të qartë definicionin? Në rregull. Vendi i infeksionit dhe patogeneza. Vendi i infeksionit shumicën e herave rrjedh nga endometriumi, shesa brendshme e mitrës, në cilën është vendosur dhe lidhur placenta, po endometriumit, pastaj nga lëndimet dhe plagët që shkaktohen gjatë lindjes të qafës mitrës, vaginës. Këto janë vendet më shpeshta të infeksionit. Si rrjedh patogeneza? Po zakonisht ndodh fillimisht një endometrit, një pezmatim endometriumit, pastaj një miometrit, pezmatim i miometriumit, shesës së mesme muskulare, pastaj ndodh një metrit, pezmatim i gjitha shtresave të mitrës, po pastaj ndodh një parametrit, përkatësisht pezmatohet edhe indi lidhor, mbështetet si gjendet në mitrës dhe tubave të ovarave, dhe në fund rezulton me një celulit apo një absces të pelvikut. Më pastaj në rast se nuk mirën masa, mund të rezultojë me një peritonet të abdomenit. Po endometrit, miometrit, metrit, parametrit, absces, celulit, i pelvikut, pastaj edhe një peritonet. Nëse nuk mirën masa gjithmonë. Cilat mikrobe janë më të shpesht dhe nga vinë këta? Bakteret janë të shumëllojshme. Zakonisht infeksioni është polimikrobik. Ka më shumë se
një mikrob pranishëm në vendin e infeksionit. Mirë po, ai që është më shpeshti, po që shkakton infeksion përparal, është streptokoko. Mund të jenë edhe stafilokoko, edhe Escherichia coli, pastaj klamidjet, shumë baktere të tjera, mirë po këto bakteri më shpesh po është streptokoko. Si vjen deri tek vendi i infeksionit, po në endometriumin, pas së shkolit pra placenta, në qafën e midës së lënduar, plagosur gjatë lindjes, apo tek vagina me plag e lënduar, laceruar pas lindjes, mund vjene po nga vetë mikrobet të cilët gjenden në traktin gjenital, veçanti në vaginë. Pastaj mund të vinë përmes gjakut, diku nga një vatër infektive në trupin e nanës, apo mund të vinë edhe nga ndërhyrjet e jashtme gjatë kontrolleve ginekologjike, ndërhyrjeve me instrumente në ekzaminim dhe trajtim, nëse ato nuk janë sterile. Cilat janë faktorët e riskut për një infeksion përparal? Ka shumë, mirë po ato që duhet mbajtur në mend, pra numër 1 po janë prerjet cezariane, po për dallim prej lindjes normale, po 2-3 fishohet risku për një infeksion përparal që është lindja cezariane. Incidenca tek lindje normale vaginale po është 1 deri në 3%, ndërsa tek prerjet cezariane po 2 fishohet, 3 fishohet. Pastaj lindjet e zgjatura, ekzaminime të shumta, atë ku mbetësin pjesë të placentës në zgavën e mitrës, pastaj faktori risk është përcitja e hershme e membranave, cipave, pastaj janë po abortet, gjakderdhjet, infeksionet paraprake të organeve gjinitale para se me lindën, shumë faktorë të tjerë, diabeti, anemia, infeksionet që janë në trupin e nanës, po janë këtë faktorë risku, mirë po, dhe makrosorët janë këto. Paçura klinike, kryesore janë këto. Po temperaturë mbi 38 gradë Celsius më shumë se një ditë, më shumë se 24 orë dhe ethe, të dridhura, pastaj dhimbje barku dhe dhimbje të fundit të barkut, pastaj rrjedhje vaginale me qelbë dhe me ndryshim të ngjyrës edhe me erë të keqe. E në rast nuk mirën masa, atëherë mund të kalojë në gjendje të pra shokut me çast shokut septik, po me hipotension tahikardi, vështirësi frymëmarrje, gjithmonë në rast se nuk mirën masa paraprake. Diagnoza po konsiston në marrjen e anamnezës dhe pasqyrës klinike, bëhet një ekzamin lokal, e këtu është veçandi kryesore, po kërkohet vatra e infeksionit, po është në endometrium, është qafën e mitës në vaginë, aty ku është ka ndodhur plaga dhe infeksioni. Pastaj pasi gjendet vatra infektive, kërkohet se çfarë lloj mikrobi është zhvilluar aty. Po kjo është një prej kryesoreve që duhet humbtuar dhe gjetur. Po vatra e infektimit dhe cilët mikrobe janë në vatrën e infektimit. Pastaj bën një laborator analizë laboratorike të përgjithshme pra të gjakut, bëhet një streshë dhe kulturë nga vatra infektive në traktit gjinital të femrës, një kulturë e gjakut, pastaj bën ekzamin me shtesë në ultrazon abdomenit, CT rezonancë, pastaj mund të bëhet edhe një laparoskopi dhe forma qira të ekzaminimeve.
Trajtimi konsiston në dy drejtime. E para është medikamentos, ku janë të trajtimi medikamentos me barna, duhet të bëhen intravenose dhe zakonisht trajtimi është me antibiotik po të kombinuar. Zakonisht shihen dy lloje të antibiotikëve në formë intravenose. Në rastet kur është nevojshme mund të bëhet trajtimi operativ kirurgjikal duke u përpunuar plagën dhe duke suturuar ku ka ndodhur lëndimi plaga në traktin gjinital, por në disa raste mund të bëhet edhe trajtimi largimi apo ktomia për shembull mitrës, histerektomia. Dhe shtëpia definoni infeksionin puerperal, cilat janë faktorët e riskut, diagnozën, klinikave trajtimi i infeksionit puerperal në formë të shkurtuar dhe të përmbledhur. Faleminderit për vëmendje, mirëmbëjtje deri në takimin e radhës.